Atëherë unë jam 24 vjeç, jam i diplomuar në Universitetin e Arteve për kanto, patjetër kam bërë liceun për kanto, i vogël kam studiuar piano dhe muzika ka nisur që fëmijë për mua. Jam futur këtij profesioni për të vetmen arsye që arti mendoj që lidh botë, ndan të shën barriera dhe mendoj që është profesion kaq i bukur me kaq emocione të bukura që pse jo, ti përjetoj dhe unë, ti jo transmetoj dhe njerëzve të tjerë. Diego, kur zëri yt të mbush një hapësirë, çfarë shpreson të ndjej dikush që po të dëgjon për herë të parë? Unë shpresoj që dikush të ndjej atë çka pjesa apo kënga që unë performoj do të transmetoj dhe patjetër përfshir këtu dhe emocionet e mia. Pra, kur ti merr si muzikant ose si këngëtar një këngë për ta interpretuar apo një pjesë operistike, siç edhe unë jam diplomuar, është shumë e rëndësishme që t'i japësh shpirtin tënd dhe karakterin që pjesa kërkon dhe që të imponon. Diego, kam një pyetje, më shumë kuriozitet për dëgjuesit. Je angazhuar në opera ose në një institucion shtetëror i punësuar për momentin, sepse unë mendoj që ti je Pavarotti shqiptar dhe të gjithë duhet të kenë në institucion. Faleminderit. Për momentin jo, nuk jam i angazhuar në opera apo në një institucion tjetër. Ke bërë kërkesë? Kam bërë një tentativë të votë skëlvjet, ku për disa arsye që do të preferoja t'i quaja të pavlefshme, jo për të fyer apo për të mos respektuar dikë, por që kështu janë të tipit shoqëroj në skenë dikush, të duhet një person me vete, etj, janë disa detaje teknike shumë të zgjidhshme për fat të mirë sot, sepse në fundit në opera punojnë njerëz që unë njoh, shokët e mi dhe besoj që do të ofroheshin për këtë. Megjithatë, kam bërë një tentativë të vogël, për arsye të tilla nuk jam ende i punësuar, po pres momentin zyrtar kur disa audicione të hapen që të aplikoj atëherë në mënyrën si duhet me diplomë dhe gjitha dokumentat e mia të tjera. Ti ke marrë pjesë në shumë kompeticione shqiptare dhe në fakt ke qenë një zë shumë i pëlqyer dhe like, share, komente të jashtëzakonshme për zërin tënd brillant. Kush është këngëtari ose tenori që adhuron të kesh një bashkëpunim një ditë ose të këndosh si zëri i tij? Po, në fakt për bashkëpunim ka shumë tenor që unë do të doja dhe një emër specifik për të bashkëpunuar nuk mund ta them, po për shembull bashkëpunim shumë të bukur si student dhe pedagog kam pas me tenorin e madh shqiptar Josif Gjipali, që ka dalë përtej kufive të Shqipërisë, ka debutuar në teatrat më të rëndësishëm të operas në botë dhe ka qenë fat shumë i madh të punoj me të. A mund të na këndosh një sekuencë të vogël për të dhënë një mesazh nëpërmes zërit tënd brillant? Patjetër. Ave Maria, gratia plena, Maria, gratia plena, Maria, gratia plena. Bravo, Diego. Gjoja the shumë mirë, Pavarotti shqiptar, bravo. Na kënaq edhe ne ndihemi shumë të emocionuar që dëgjojmë live këtu. Kam edhe unë një pyetje. Diego, a të ka ndodhur ndonjëherë të këndosh dhe kur brenda vetes nuk ishe mirë, pastaj muzika të ka bërë të ndryshosh gjendjen tënde? Skena ka një parim shumë të rëndësishëm. Ti në skenë nuk je ti. Je kushdo tjetër, as një problem nuk duhet të ndikoj. Mos të flas pastaj për vokalin se vërtetuar shkencërisht është që zëri është mirë 2 herë në vit dhe ato 2 herë nuk e për të kënduar në asnjë koncert. Por ne mundohemi shumë me shkollën që të jemi teknik, që të jemi praktik dhe që në skenë dalim në të formën tonë më të mirë. Unë çfarëdo që ndodh rreth meje është ajo shpreha the show must go on, kështu që nuk ka asgjë tjetër. Është vetëm unë dhe skena dhe publiku, marrëdhënia që ne krijojmë në atë moment. Kush janë 2 njerëzit më të rëndësishëm të jetës tënde? 2 njerëzit më të rëndësishëm të jetës time janë padyshim prindrit e mi, janë padyshim miqtë e mi, pastaj që vazhdon janë padyshim pedagogët e mi, por prindrit e mi kanë qenë ata që nuk e kanë kursuar kurrë mbështetjen e tyre, që kanë sakrifikuar shumë
për mua, mami sidomos në ato provat e mia me orë të gjata, me streset e koncerteve, me veshjet e koncerteve, pra gjithçka ka mami. Babi pastaj me pjesën tjetër, pra prindrit janë ata që mua më kanë sjell këtu ku jam sot dhe jam falenderues, ajsa nuk mund ta shpreh, besoj. Çfarë pret nga jeta ti, Diego? Nga jeta nuk pres asgjë të jashtëzakonshme, pres që thjesht ushtroj profesionin tim, të këndoj, pres që në një të ardhme të afërt pse jo të mund të kem ndoshta edhe një rol si pedagog apo si mësues, apo të merrem, më pëlqen të merrem dhe me fëmijët, pa çka se mendoj si gjë, le të themi, pas të kënduarit, pra gjëra që më përmbush të kënduara, por pse jo, mund të kem dhe opsione të tilla. Diego, për fatin tim mirë unë të njoh që fëmijë, sepse ti ke ardhur dhe ke marrë mësime kantoj aty ku kam pasur një mini shkollë të vogël. Nga podcast Labirint në Tru të premtohet sot një punësim në Zoja Art Akademi. Faleminderit. Si mësues i kantos dhe një thirrje publike për Top Channel dhe Top Albania Radio dhe gjithë sponsorit e mundshëm në Shqipëri që në Pallat Kongreseve të bëjmë një recital të madh për Diego Zelken. Faleminderit shumë e vlerësoj. Faleminderit shumë. Më zërta përgatitur. Faleminderit. Po, ishe shumë breslonse. Po sepse edhe Eda do na bashkohet në këtë nisëm, është një personazh që bën shumë për çdo njeri që ka nevojë në Shqipëri, nuk i thot kurrë, por ky podcast është hapur dhe me këtë qëllim, që ne të ndihmojmë personat që kanë nevojë për një mbështetje, për një dorë, për një sponsor, për një fjalë të mirë, për një fjalë të ngrohtë dhe për një orientim aty ku duhet që në Shqipëri të kemi shembuj si puna e Diegos për të ndjekur. Dhe shembuj pozitiv që vin nga puna, nga përpjekja dhe nga leximi, nga studimi i tyre dhe jo ajo që the në fillim që janë shembuj tiktokerash apo nuk e di, jo vlerë që nuk tregojnë vlerë. Është e bukur kjo. Mendoj që ka vend për vlera, secili kërkon atë që i përshtatet. Kush e gjen veten në këto që ju sapo përmendët është totalisht okay, por unë mendoj që kemi nevojë për të rikthyer edhe një herë në pikën ku nisëm të merremi vërtet me modele të cilat na vlen diçka.